Përshëndetje të gjithëve miq dhe ndjekës së kanalit Psikologjisë Shpirtërore. Sot filloj një cikël leksionesh të shkurtra pikërisht për figurën e Jezu Krishtit. Për gjithë ata që nuk e njohin, Jezu Krishti është figura qendrore e besimit krishter, nga ku merr dhe vetë emrin ky besim. Dhe në këto leksione do ndjekim se çfarë shkruan Bibla, që është libri i shenjtë i besimtarëve krishterë, ku bën pjesë Testamenti i Vjetër, njohur si Bibla hebraike ose judaike, dhe Testamenti i Ri, të cilat plotësojnë gjithë Biblën, nga ku buron dhe besimi krishter. Pra Jezu Krishti, kush është ai? Së pari, sikurse dhe tham, Jezu Krishti është figura qendrore e krishtërimit, i cili besohet nga krishterët si biri i Perëndisë. Pra ky është një titull i parë i Krishtit, shpëtimtari i njerëzimit dhe Mesia, të ndryshe shpëtimtari ose i vajosur i Perëndisë nga gjuha hebraike, pra në hebraisht është Meshia. Dhe Mesia është pikërisht i profetizuar në Dhjetën e Vjetër të Biblës, që thamë janë gjithë shkrimet e Biblës hebraike. Dhe le të shohim një përmbledhje të shkurtër se kush është ai sipas shkrimit të shenjtë dhe mësimeve të krishtera. Së pari, le të flasim për identitetin e tij hyjnor. Të krishterët besojnë se Jezusi është Perëndia i mishëruar. Dhe kjo shkruhet pikërisht në Ungjillin sipas Gjonit, kapitulli 1, vargu 1 dhe vargu 14. Dhe le ta lexojmë shkurtimisht çfarë thon pikërisht këto vargje. Pra hapim Biblën dhe shkojmë tek Ungjilli i Gjonit, vargu 1 dhe 1, na thuhet që në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndisë, dhe fjala ishte Perëndi. Pra këtu flitet pikërisht për Jezu Krishtin, i cili mban gjithashtu dhe titullin si fjala e Perëndisë. Fjala në këtë kontekst nuk do të thotë thjesht një fjalë e folur, por në gjuhën origjinale që është shkruar në shkrim, pra në greqishten e dialektit koine, na flitet që fjala pikërisht është logosi, dhe logosi nënkupton gjithë karakterin e Perëndisë, pra gjithë dijen e tij, gjithë urtësinë e tij. Pra nëse mund ta përshtasim në shqip, është vetë pra karakteri i Perëndisë. Pra e përsërisim që në fillim, pra çfarë ishte në fillim ose kush ishte në fillim? Në sakt ishte fjala, po shkrimi i shenjtë, dhe fjala ishte pranë Perëndisë, që thotë ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ndërkohë tek vargu 14 na shkruhet pikërisht që dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë. Pra jepet pikërisht këtu mishërimi i logosit, pikërisht mishërimi i Perëndisë në një trup njerëzor, sikurse e tham kanë profetizuar gjithë shkrimet e Dhjetës së Vjetër ose Testamentit Vjetër, që është Bibla hebraike. Dhe përveç këtyre, sikurse e prekëm te vargu 14, identiteti hyjnor i Jezu Krishtit është pikërisht si pjesë e Trinisë së Shenjtë. Trinia e Shenjtë është pikërisht Perëndia, pra vetë Perëndia, natyra e tij, dhe për të krishterët në gjithë Biblën na jepet pikërisht që Perëndia është triadik, që thotë është 3 në 1. Por nuk do të thotë se janë 3 Perëndi, por një Perëndi. Dhe ai njihet si Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Nëse mund ta ilustrojmë me një shembull nga natyra ose nga shkenca, se si mund ta kuptojmë ne me mendjen tonë të kufizuar këtë Perëndi të pa kufizuar, është pikërisht, le të themi, trekëndëshi. Pra ne i themi trekëndësh dhe është një trekëndësh, por në fakt është 3 kënde që përbëjnë trekëndëshin. Ose një shembull nga natyra, ne i themi diellit diell, po aty në fakt kemi një vorbull, pastaj kemi rrezet dhe pastaj kemi ngrohtësinë. Dhe nëse ecim me parimin e Perëndisë triadit, që është krijuesi i gjithësisë, i gjithë edhe krijimi jon është krijuar në një farë mënyrë në një trajt triadike, sikurse jemi dhe vetë njerëzit, pra ne si krijesa të tij, duke qenë se ne kemi, le të themi, intelektin, emocionet, aspektin fizik gjithashtu. Pra
Çdo gjë në natyrë, sikurse flasim në gjithë krijimin e Perëndis, është krijuar pikërisht sipas shëmbullimit të tij, sipas forcës së tij dhe Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë përbëjnë pikërisht këtë Perëndi që është një, sikurse e thamë. Dhe shkojmë tek pika 2, pra identiteti hynor i Jezusit, ai është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Pra në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin ose pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Pra që nga fillimi, dhe në fakt Perëndia nuk ka as fillim, as fund. Dhe këtu fjala në fillim, nëse i kthehemi gjuhës origjinale të shkruar të Testamentit të Ri, në Ungjillin sipas Gjonit, është pikërisht iskona, që do thotë në fillim të gjithësisë, pra një fillim i pafilluar që gjithmonë ka ekzistuar. Kjo është natyra e Perëndisë. Dhe fjala na thuhet, pra logosi, vetë natyra e Perëndisë erdhi në mish, sipas gjithë profecive. Dhe ky është identiteti tjetër i Jezu Krishtit, ai është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri, i cili erdhi në tokë për të shpenguar njerëzimin, pra për ta çliruar njerëzimin nga barra e mëkatit, siç kurse do ta shohim në shkrimet në vazhdim. Por kujdes, kur themi që Jezu Krishti është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri, nuk do thotë që ai është gjysmë Perëndi dhe gjysmë njeri. Ai është 100% Perëndi dhe 100% njeri. Pra logosi, fjala e Perëndis, erdhi në mish dhe fjala ishte dritë e botës, na shkruhet. Vazhdojmë në një tjetër aspekt, misioni i tij në tokë. Pika e parë që na thon shkrimet e shenjta, dhe shkojmë tek Mateu 1:18-25, është që ai, pra Jezu Krishti, është i lindur pikërisht sipas profecive të Vjetës së Vjetër nga Virgjëresha Mari. Pra lexojmë tek Mateu 1, vargjet 18 dhe 20 deri tek vargu 25, pra do lexojmë disa vargje. Dhe na thuhet: tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzan nga fryma e shenjtë. Atëherë Jozefi, i krijuar i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta lindte fshehtas. Por ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që u shfaq në ëndër një ëngjëll i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos kri frikë ta marrësh me vete Marinë si gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej fjala e Zotit, e thënë me anë të profetit, që thotë: ja, virgjëresha do të mbetet shtatzën dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'ia vënë emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Dhe Jozefi, si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar ëngjëlli i Zotit, dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Por ai nuk e njohu derisa ajo lindi djalin e saj të paralindur, të cilin ia vuri emrin Jezus. Pra emri Jezus, kur ëngjëlli i shfaqet Marisë dhe i thotë: ti do mbetesh shtatzan nga fryma e shenjtë, pra thamë Perëndia është Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë, pra fryma e shenjtë u ngjis në të dhe ajo do lindte birin e Perëndisë. Pra do ta quash do quhet biri i Perëndisë dhe do t'ia vësh emrin Jezus, që do të thotë sepse ai do shpëtoi popullin e tij nga mëkatet e tyre. Jezus në fakt është forma e latinizuar nga greqishtja e emrit origjinal në hebraik që është Jeshua. Jeshua do të thotë Zoti shpëtimtar, pra Zoti është shpëtimtar i njeriu. Ose siç e kemi në shqip emrin shpëtim. Pra do quhet shpëtim sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Dhe populli i tij, sipas profecive, nuk janë vetëm hebrejtë të asaj kohe, por është gjithë bota, janë gjitha kombet, përfshi deri në Shqipëri ku ne ndodhemi dhe ku Ungjilli ka ardhur që në shekullin e 1, e parë pra. Do të thënë që Shqipëria është, më saktë Iliria, që përmendet 2 herë në Bibël, është ndër vendet e krishterë të para në të gjithë botën. Pra nga Jeruzalemi deri në Iliri erdhi Ungjilli, pra ky lajm i Jezu Krishtit sipas shkrimit të shenjtë. Na thuhet gjithashtu që Jezusi lindi në Betlehem, po sipas profecive të Vjetës së Vjetër, dhe Jezusi jetoi gjithashtu një jetë pa mëkat. Pra,
Perëndia i ardhur në formë njerëzore, shëmbullit me një dukshëm i Perëndisë pa dukshëm, jetoi si një njeri komplet pa mëkat, ndërkohë që gjithë njerëzit në botë në Bibël na shkruhet që janë të gjithë mëkatarë, nuk ka asnjë pa mëkat. Prandaj edhe Perëndia si thua ka para përgatitur të plan për shpengimin e njeriu me vetë ardhjen e tij në tokë, dërgimin e birit të tij për të shpenguar të gjithë ata që do besojnë nga barra e mëkatit, pra për faljen e mëkateve. Dhe le të lexojmë tek Hebrejve 4:15, ku na jepet një varg dhe na thuhet, duke pasur, më falni, sepse ne nuk kemi kryeprift që mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u të ndua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Pra, kryeprifti në këtë rast është prap një titull, si shumë tituj në Bibël, për Jezu Krishtin, pra Zotin. Dhe na thuhet që ai është një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, pra ai si thuash i një dobësitë tona dhe i vjen keq për dobësitë tona, sepse ai u të ndua në të gjitha ashtu si ne, na thot Shkrimi i Shenjtë. Pra gjatë shëndrimit të tij në tokë, gati 33 vite, deri në momentin e kryqëzimit. Por thot pa mëkatuar, thot Shkrimi i Shenjtë. Pra i pa mëkat, sepse nëse ai do mëkatonte, shpengimi i tij në kryq, pra kryqëzimi i tij nuk do ishte i vlefshëm, si një flijim për shkryerjen e mëkateve para Perëndisë. Mëtej, një tjetër mision Jezu Krishtit, na thuhet tek Ungjilli sipas Markut 1:15. Dhe le ta hapim. Ku na thuhet pikërisht se Jezu Krishti predikoi më së shumti në mësimet e tij dashurinë së pari, pendimin, faljen dhe mbretërinë e Perëndisë. Pra dashuria ishte lejtmotivi i misionit të tij, dhe Shkrimi i Shenjtë na tregon që vetë Perëndia është dashuri. Pendimi gjithashtu është kthimi nga rruga mëkatare e njeriu drejt njohjes së Perëndisë dhe shpëtimit të shpirtit. Dhe kur njeriu pendohet, merr pikërisht dhe faljen, pra faljen e mëkateve, përmes besimit në sakrificën që Perëndia bëri në kryq në Jezu Krishtin. Dhe mbretëria e Perëndisë është pikërisht bërja e vullnetit të Perëndisë, një jetë në shenjtë të ri, çdo ditë duke ndjekur fjalën e Perëndisë, në frymën e shenjtë dhe në të vërtetën që na është dhënë në Biblën, që është fjala e Perëndisë. Dhe tek Marku 1:15 na thuhet: dhe duke thënë, u mbush koha dhe mbretëria e Perëndisë është afër. Pendohuni dhe besoni Ungjillin. Pra këtu është një citim i dokumentuar nga ndjekësit e Jezusit gjatë qëndrimit të tij në tokë. Pra u mbush koha dhe mbretëria e Perëndisë, ka thënë Jezu Krishti, është afër. Në momentin që ai mori misionin. Pastaj thot pendohuni dhe besoni Ungjillin. Ungjill nga fjala evangelion në greqishte do të thotë lajm, pra lajmi i mirë. Ose siç e kemi ne, pra ungjilli është një formë e shqipëruar e kësaj fjale. Së treti, Jezusi kreu mrekulli. Disa nga mrekullit janë shërimi i të sëmurëve, por edhe i të pushtuarve nga frymërat e këqija, pra nga djajt ose demonët. Ai ringjalli gjithashtu të vdekurit, qetësoi stuhit, pra po flasim dhe për ndërhyrjen le të themi manipulime natyrore, e të tjera me radhë, pra shumë mrekulli shënohen në Ungjill si të kryera nga ai në prani të gjithë dëshmitarëve okular, të cilët më vonë kanë shkruar Biblën. Dhe këto shenja janë bërë pikërisht si një shpallje autoritetit të tij hyjnor, për treguar që ai vepronte me fuqinë e Perëndisë. Vdekja dhe ringjallja e Jezusit. Një tjetër mësim që flitet që është qendror në Bibël, na thuhet pikërisht se Jezusi u kryqëzua me saktë nën Ponc Pilatin, i cili ishte një guvernator le të themi asaj kohe në Juden, të pushtuar nga perandoria romake, pra komin e Izraelit, pra vdiq nën kohën e Ponc Pilatit, pra në kryqëzim, që ishte dënimi më i ashpër i asaj kohe, nëse mund ta krahasojmë, është i paragonueshëm me ditët e sotme me karrigën elektrike. Dhe Jezusi vdiq si flijim, siç e tham, për mëkatet e njerëzimit. Dhe nëse lexojmë te Gjoni 3:16, na thuhet që ai shumë e deshi Perëndia botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që
ata që besojnë në të mos humbasin, por të kenë jetën e përjetshme. Ndërsa tek Romakëve 5:8 në thuhet pikërisht një tjetër pasazh në lidhje me këtë temë, ku shkruhet: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Pra gjithë ky le të themi mision i Krishtit për flijimin e tij ishte pikërisht i paracaktuar nga Perëndia për faljen e mëkateve të njerëzimit, të gjithë atyre që besojnë te ky ungjil. Së dyti, pas vdekjes, në Bibël na shkruhet që ai, pra Jezusi, u ringjall nga të vdekurit 3 ditë më vonë, duke mposhtur mëkatin dhe vdekjen. Në fakt duke mposhtur fuqinë e mëkatit dhe fuqinë e vdekjes, që janë fuqitë më të mëdha diellëzore që veprojnë sot në botë. Më saktë veprojnë që prej ditëve të para të krijimit, që na jepet sipas Biblës. Dhe vetëm në bazë të kësaj vepre të Perëndisë në kryq, për besimtarët që besojnë, ata rilindin nga fryma e shenjtë, shkrimi, dhe kanë gjithashtu fuqinë për të poshtur mëkatin në jetën e tyre, po edhe sigurinë, pra shpresën e shpëtimit, që do të thotë jeta e përjetshme. Dhe le të lexojmë te 1 Korintasit, në Jetën e Re, 2 vargje, shkojmë te 1 Korintasve 15 dhe lexojmë vargun 3 dhe 4, ku na thuhet: sepse unë ju kam transmetuar para si gjithash ato që edhe unë vetë i kam marrë, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, se u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Pra këtu shkruan apostulli Paul, i frymëzuar nga fryma e shenjtë, pas vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit, ku ai përmend 2 herë sipas shkrimeve, që do thotë sipas përmbushjes së profecive të Biblës hebraike, të Dhjatës së Vjetër. Pra, aty shfaqet që erdhi Mesia, kreu misionin e tij të pengimit në kryq dhe u ringjall sipas shkrimit të shenjtë. Dhe së treti, për këtë temë, pra për vdekjen dhe ringjalljen, në thuhet që Jezusi u ngjit në qiell dhe premtoi të kthehej një ditë për të marrë të tjerë, pra për të marrë besimtarët e tij, që njihen si kisha. Pra kisha nuk është thjesht një godin, edhe pse zakonisht shërbesat kishtare, pra shërbesat e udhërimit si njihen, kryen në godina të caktuara, por kisha janë pikërisht të thirrurit e Zotit, pra ata që ndjekin Krishtin. Dhe tek veprat e apostujve lexojmë nga vargu 1 për të parë një tjetër pasazh të lidhur pra me këtë gjë, pra me ngjitjen e Krishtit në qiell, pra le të themi në parajs dhe rikthimin e tij të premtuar. Shkojmë tek veprat e apostujve 1 nga vargu 9. Lexojmë deri te vargu 11. Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngjit lart. U ngrit lart, na shkruhet, dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin syt e ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja 2 burra me rroba të bardha ju paraqiten atyre. Dhe thanë: burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Pra 2 burrat e veshur me të bardha, këtu flitet për 2 angjëj, të cilët i dhanë pikërisht këtë mesazh dëshmitarëve okular që ishin gjatë momentit të ngjitjes së Jezusit në qiell. Dhe këta dëshmitarë njihen si dishepujt që më vonë u bën dhe apostujt ose lajmëtarët pikërisht të këtij ungjilli. Le të shohim pikën 4, rëndësia për besimtarët. Pra çfarë rëndësie ka Jezu Krishti për besimtarët e krishterët? Së pari, na thuhet qartazi në Bibël që ai është shpëtimtari. Pra shpëtimtari është vetëm një për njerëzimin dhe ai është Jezu Krishti, i dërguar i Perëndisë për faljen e mëkateve tona. Dhe nëpërmjet besimit në të krishterët besojnë se marrin falje dhe jetë të përjetshme. Dhe nëse shkojmë tek Veprat e Apostujve, kapitulli 4, le të shohim vargun 12, ku na thuhet: dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim,
sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Pra Bibla, apostujt, discepujt e Krishtit, qartazi flasin që në asnjë tjetër, pra në asnjë emër tjetër, nuk ka shpëtim. Pra për përjetësim, shpëtimin e shpirtit. Sepse nuk ka asnjë emër tjetër, na thuhet, nën qiell, pra flasim nën tokë, pra nën qiell, nën parajs, që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Pra vetëm emri i Jezusit si shpëtimtar. Tjetër aspekt i rëndësishëm për besimtarët e krishterë është që Jezusi është pikërisht rruga për te Perëndia. Pra për të shkuar në përjetësim me Perëndin, me krijuesin ton, na thuhet na vet fjalët e Jezusit të regjistruara në Ungjillin e Gjonit, që Jezusi thot, pra vet ai, dhe po e citoj tek Gjoni 14:6, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Pra ky është një moment kur discepujt e pyeten që na trego udhën, pra udhën për tek Perëndia. Dhe Jezus thot unë jam udha. Dhe përveç kësaj thot jam edhe e vërteta, pra e vërteta absolute. Dhe nëse ka një Perëndi, nëse besojmë që ka një Perëndi vetëm, atëherë ka vetëm një të vërtetë. Dhe jeta thot Jezusi. Pra pikërisht gjithë ekzistenca, gjithë morali, gjithë ligji hyjnor përmbledhet në atë çfarë është Jezu Krishti. Udha e vërteta dhe jeta. Dhe pastaj vetë ai nga goja e tij shton askush, pra nuk thot nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Dhe pika e tretë na thuhet që Jezusi është Zot dhe mbret. Dhe tek zbulesa, që është libri i fundit i Biblës, kapitulli 19 nga vargjet 11 dhe 16 që do i lexojmë, na thuhet pikërisht që ai kur të kthehet, pra në rikthimin e tij do të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit. Pra edhe ata që kanë kaluar nga jeta fizike, do ringjallen në një formë tjetër trupore, që na jepet në Bibël, po për të mund të flasim një herë tjetër, dhe të gjithë si të gjallë dhe të vdekur do kalojnë para gjyqit përfundimtar hyjnor, që do bëhet nga vetë Jezu Krishti, Zoti dhe Mbreti i përjetshëm. Pra shkojmë tek zbulesa 19 dhe lexojmë këto vargje, nga vargu 11 e 16. Dhe këtu flitet profecia e apostullit Gjon, ku thot: dhe pash qiellin e hapur dhe ja një kal i bardhë, dhe ai që kaleronte quhet besniku dhe i vërteti. Dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Dhe sytë e tij ishin si flak zjarri, dhe mbi kryet e tij ishin shumë kurora. Dhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di përveç atij. Dhe ishte i veshur me një rrobë të ngjyrë me gjak, dhe emri i tij quhet Fjala e Perëndisë. Pra kujtojmë në fillim ishte fjala ishte pranë Perëndisë, fjala ishte Perëndi, dhe fjala erdhi në mish. Dhe këtu na thuhet, pra emri i tij quhet Fjala e Perëndisë. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndiqnin mbi kuaj të bardhë, të veshur me rroba liri, të hollë, të bardhë dhe të pastër. Dhe nga goja e tij dilte një shpatë mpret për të goditur me të kombet, dhe ai do të qeverisë me skeptër prej hekuri, dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë dhe të zemërimit të Perëndisë së plotfuqishëm. Dhe mbi rrobën e vet dhe mbi kofshën ishte shkruar një emër, dhe këtu na vet më dhaja mbret i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Pra mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve është pikërisht Jezu Krishti sipas shkrimeve të shenjta. Dhe shkojmë tek pjesa e fundit, pra folëm çfarë tregon Bibla, por le të shohim edhe disa këndvështrime nga fe të ndryshme, nga besime të ndryshme. I pari është besimi islam, që për ne shqiptarët është një besim shumë, le të themi, i popularizuar në sajtë historisë tonë, dhe pikërisht besimi islam e konsideron Jezusin, ose si thon ata Isai ose Isa, si profet, si një profet Perëndis, por jo hyjnor, pra jo në natyrë hyjnore, do të kuptojmë. Ndërkohë që edhe Bibla e cakton atë po ashtu si profet, por edhe si perëndim të ardhur mish. Pra fjala e Perëndis duhet qenë profet, por vetë Perëndia, biri i Perëndis, i ardhur në formë njerëzore, pra 100% njeri, 100% Perëndi. Pra të ndryshe hyjnor. Pra këtu ndryshon
le të themi një ndryshim radikal midis besimit islam, që për hir të vërtetës është gjithashtu një besim monoteist, pra që beson në një perëndi vetëm, dhe që është një prej besimeve abrahamike. Pra Abrahami, një ndër profetët e parë të Vjetës së Vjetër, ku prej këtij burojnë pikërisht këto besime, besimi judaik, pra hebre, i krishterë dhe besimi islam. Por thamë, ndryshimi më radikal, jo vetëm me islamin, por me të treja këto besime monoteiste abrahamike, është pikërisht sepse islami, pra në rast konkret, nuk e sheh Krishtin si hynor, pra hynia e Krishtit. Vetë Jezu Krishti krijon këtë ndarje, le të themi, midis këtyre besimeve. Ndërkohë që judaizmi që folëm, gjithashtu një besim abrahamik, e sheh pra Krishtin, pra atë si mësues, po jo si mesian. Pra jo si mesian e premtuar. Dhe në fakt hebrejt deri në ditët e sotme presin mesian që të vijë, sepse nuk njohin Krishtin si, le të themi, plotësojnë si në të gjitha profecive të Vjetës së Vjetër. Ndërkohë që për të krishterët janë qartazi të përmbushura të gjitha profecitë që flasin për mesian, si thua që janë mishëruara në figurën e Jezu Krishtit. Por të krishterët gjithashtu mësojnë ose pretendojnë që të njohësh hyjninë e Krishtit, duhet të kesh një marrëdhënie me Krishtin në frymën e shenjtë që të drejtonte fjala e Perëndisë në Bibël. Pra çdo thotë njeriu duhet të jetë i rilindur nga lart, duhet të ketë një fuqi të mbinatyrshme që vepron tek njeriu, i cili kërkon të vërtetën, pra kërkon rrugën, kërkon jetën e vërtetë. Dhe vetë Perëndia ndërhyn tek ky njeriu dhe e çon nëpërmjet frymës së shenjtë, pra ati vepron nëpërmjet frymës së shenjtë dhe e çon pikërisht tek Krishti për të njohur lajmin e mirë. Pra këtu ndryshojnë këto besime madhore, pra Islami, thamë që konsideron Krishtin si profet dhe hynor, judaizmi si mësues ose rabi, siç e thonë ata, po jo si mesian e premtuar, ndërsa të krishterët thonë që ai është profet, është mësues, por është edhe mesia, sepse është në natyrë hynore. Dhe nuk mund të shpëtojë njerëzimin vetëm me forcat e tij, por Perëndia e shpëton njerëzimin me anë të këtij veprimi hynor, le të themi, përmes Krishtit dhe flimit dhe ringjalljes së tij. Ndërsa besimet të tjera, kryesisht besimet lindore, ku më së shumti hyn budizmi ose hinduizmi, e shohin pra Jezusin, pra gjithashtu e njohin Jezusin si një figurë të rëndësishme, por e shohin më tepër si një udhëheqës moral ose si një guru, siç thonë ata, ose thjesht një figurë shpirtërore ose një lider shpirtëror. Dhe ky ishte mësimi, të dashur miq. Ju lajmëroj gjithashtu se do kemi të tjera seri, ku do shkojmë më thellësisht mbi karakterin e Jezu Krishtit, për të parë, le të themi, disa specifika më të detajuara se çfarë mësojnë shkrimet e shenjta për të. Deri atëherë, nëse keni ndonjë koment ose diçka që doni të ndani, mund të shkruani poshtë kësaj videoje dhe miru dëgjofshim dhe bekime kudo.